Të dashur vëllezër, vazhdojmë me sqarimet tona në lidhje me rrëfimet kuranore. Rrëfimet kuranore për pejgambert të Allahu Dhul Xhelal, ose ajo që na e kemi emërtu fjalët më të vërteta për njerëzit më të mirë. Duke u nis nga kjo premis, nga kjo e vërtet, atëherë të gjithëve duhet na bëhet e qartë rëndësia e këtyre mësimeve, rëndësia e këtyre ligjëratave, sepse janë fjalë Zotit Dhul Xhelal, të cilat i ka shpallur në Kur'anin fisnik për historinë, për zhvillimin e historisë së njerëzimit, që nga Ademi a.s. e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke i spikat momentet më të rëndësishme në historinë e njerëzimit. Momentet e ballafaqimit të njerëzve të përzgjedhur të Allahu Dhul Xhelal me popujt e tyre. Dhe të gjitha peripecit, të gjitha situatat dhe ndodhit që ka ndodhur në këtë ballafaqim, që të bëhen një shkollë e madhe për muslimant e kësaj kohe dhe një motivim plus se si ata duhet vazhdojnë udhëtimin e tyre drejt Zotit, si duhet ballafaqohen ata me njerëzit besimtar qofshin ose jo besimtar, dhe se si ata duhet vazhdojnë të shërbejnë kauzën e tyre, besimin e tyre, fenë e tyre, pa marrë parasysh çfarë vështirësish u dalin para tyre. Kjo shumë është më rëndësishme me kuptu, sepse nuk jemi në atë part, as nuk do jemi të fundit që do ballafaqohemi me kësi lloj situatash. Pra para nesh ka pas plot popuj, qindra dhe mija popuj, miliona dhe miliarda njerëz, po edhe pas neve do ketë gjithashtu shumë njerëz, të cilët kështu do ballafaqohen me të vërtetat e tyre fetare që i bartin tek njerëzimi dhe pranimin e një pakicë të njerëzve dhe kundërshtimin e shumicës të njerëzve. Mirë po kretë kjo si ka friksu ata dhe si ka pengu ata që të vazhdojnë ata me përcjelljen dhe përhapjen e fjalës së Allahut Dhul Xhelal. Dhe kjo duhet me qenë mësimi më i madh që e marrim na se edhe na sot në shekullin e 15 të hijrëtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shekullin 21 sipas linjës së Isaut alayhis salam. Në këto vite pa marrë parasysh çfarë vështirësish do kemi, pa marrë parasysh çfarë turistnish do përjeton ummeti islam, pa marrë parasysh në çfarë stadi të zhvillimit jemi, a jemi të dobët, a jemi mesatar, a jemi të zhvilluar, a jemi të avansuar, ne duhet të përmbahemi udhëzimeve të Zotit, duhet të kapemi për fenë Allahu Dhul Xhelal dhe të vazhdojmë ta promovojmë atë si shpëtimtar për njerëzimin mbar. S'ka zgjidhje bota tjetër përveç se me ju kthy Islamit ose me ardhmë të Islamit. S'ka zgjidhje. Askush në botë, pushtetar qoftë, shtet i fuqishëm qoftë, ushtri e madhe qoftë, ekonomi e fuqishme qoftë, industri e zhvilluar qoftë, pa marrë parasysh çfarë komponentesh të fuqish kanë shtetet sot, shoqëritë sot, popujt sot, ata të gjithë nuk kanë mundësi me gjetë lumturinë e kësaj bote e as shpëtimin në jetën pas vdekjes përveç se nëse e pranojnë Islamin. Shifni subhanallah, kur e them këtë fjali sot në këtë xhami, në këtë mes, të pas parasysh se bota i ka 8 miliard njerëz, dhe se muslimanët sot janë më të parëndësishmit në botë. Shumë kushit i tingëllon utopike, shumë kushit i tingëllon e paralizueshme, edhe një lloj guzimi i tepruar. Kështu na gjykojnë njerëzit. Po tu e thon këtë fjali, tu e formu këtë fjali, më kujtua Rabi ibn Amir radhiyallahu anhu, i cili ishte një ushtar i thjesht i ushtrisë islame. Dhe bashkë me ushtrinë islame kishin ardhur në qytetet e para të perandorisë persiane. Edhe aty takohet me mbretin persian dhe ai i thot atij, kujt
ushtarit më të thjesht, jo Omerit radiallahu anhu, e jo Khalid bin Velidit radiallahu anhu, po ushtarit më të thjesht në mesin e ushtrisë islame. Rabi ibn Amir, bile, ai as ushtar me plot kuptimin e fjalës nuk ishte, po ishte pjesë e kujdesit për kuajt e luftës që i kishin muslimanët në atë kohë. Edhe ai u fut si i deleguar i muslimanëve në pallatin mbretëror të mbretërisë perse në atë kohë. E i thot, urdhno, ofroje ofertën tënde. Urdhno, na trego se çka ofroni ju. Edhe definicioni i tij ishte shumë i shkurt, 3 fjali. Asgjë më tepër, 3 fjali. Nahnu qawmun, na jemi njerëz, ibta'athana Allahu, që na ka thënë Allahu li nukhrijan nas min ibadati nas ila ibadati rabbin nas. Na jemi njerëz që Allahu na ka dërguar me një mision të qartë, me detyra konkrete, me ofertë, do thot shpëtuese. Çka është ajo oferta? Jemi njerëz që Allahu na ka dërguar të nxjerrim njerëzit nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit njerëzve. Askush s'ka të drejtë të adhurohet veç Allahu dhu xhelal. As njeri, as melaçe, as gjind, as pejgamber, as evlia, asgjë. Vetëm Allahu dhu xhelal. Asgjë përveç tij meriton adhurim. Andë kjo është edhe definicioni i fjalës la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Vetëm ai meriton adhurimin. Kjo është e para. Nuk i nas min ibadati rabbin nas ila ibadati min ibadati nas ila ibadati rabbin nas. Adhurimin Allahut. E dyta, nuk i nas min të nxjerrim njerëzit nga errësira e ignorancës në dritën e diturisë. Nga ngushtica e kësaj bote në gjerësinë e ahiretit. Edhe patyshim se kjo botë me gjithë kënaqësitë që ka është e kufizuar. Ka në fund ato gjëra. Kurse ahireti është i pafundshëm. Dhe andaj asnjëri i mequr nuk duhet ta sakrifikon atë jetë të përhershme për një kënaqësi kalimtare të kësaj bote. Por të gjitha rrethanat që i jepen atij, ai duhet me shfryzu ato që vazhdon t'u ofron ofertën e Allahut njerëzimin në përgjithësi. Pra një njeri i thjesht ofroi thirrjen e Islamit një perandorit. Që na sot faktikisht hezitojmë ta ofrojmë thirrjen tonë njerëzve në përgjithësi dhe t'i ftojmë ata në shpëtim. Ashtu siç i thret muezini musliman 5 herë në ditë njerëzit në përgjithësi e musliman veçanti hayya ala salah, hayya ala falah, e janë namaz, e janë shpëtim. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u tha popullit vet në Mekë, ja juhen nas, o njerëz, kulu la ilaha illa Allah tuflihu. Thuni la ilaha illa Allah që të shpëtoni. S'ka shpëtim pa la ilaha illa Allah. Guximi i ballafaqimit, ofrimi i islamit njerëzimit është detyrë e ummetit islam. Edhe në momenti që na nuk arrim të bindemi me islamin si fe, edhe të ta marrim guximin t'ia ofrojmë islamin njerëzimit, na kena me qenë të parëndësishëm në historinë e njerëzimit sot. Nuk është me rëndësi a ki teknologji, nuk është me rëndësi a ki bombë atomike, nuk është me rëndësi a ki ushtrit madhe, nuk është me rëndësi a ki pasunit madhe, ekonomi zhvillume. Këto janë komponente të jetës edhe mirëqenies materiale, por janë të rëndësishme në krahasim me ideologjinë. Ajo që quhet ideologji, ne e themi në krahasim me besimin dhe parimet e besimit që i ki. Se një popull bëhet i madh përderisa i përmbahet parimeve të besimit të tij. Pa marrë parasysh elemente tjera. Nëse i ka edhe ato, atë normalisht bëhet edhe malet për hapje e islamit, sepse njerëzit mos e pranofshin islamin nga bindja në parimet e islamit, duhet pranë islamin nga lakmia për përfitim nga mirësitë e islamit. Si pushtet. Andaj krenaria jon është që na t'jemi
të lidhur për Islamin, ta njohim Islamin dhe t'ja ofrojmë njerëzimit me plot krenari Islamin, sepse askush nuk ka mundësi me gjetë shpëtimin këtë botë nëse nuk e ka gjetë Islamin. Kjo është rezumeja e krejt këtij ballafaqimit që kishin pejgamberët e Allahut Dhu Xhelal me popujt e tyre. Dhe na jemi akoma te rrëfimi për Salihun alayhi salam, të cilin rrëfim në sjell Allahu i Madhëshëm në surën Hud. Na në mësimin e kaluam përmendëm sqarimin e ajetit 61, një pjesë që kishte mbet ajetit 61 dhe ajetin 62, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhu Xhelal të vazhdojmë me sqarimin e ajetit 63, i cili flet për këtë bisedë që kishte Salihu alayhi salam me popullin e tij, paria e të cilit popull, sikurse çdo pari, mundohet të ruan status quo, gjendjen aktuale, të mos ndryshohet, sepse në momentin që i ndryshohet gjendja u del nga kontrolli, e në momentin që u del nga kontrolli, ata i humbin benefitet, përfitimet nga mbajtja asaj kohe. E njëjta situatë është edhe sot. Bota mundohet me majtë status quo. Jo vetëm pushtetarët, një është më tragjike, jo vetëm pushtetarët që mundohen me majtë status quo, sepse o zot, në thojza, po e them, o zot zgate, se s'ka kush me na rëzu pi pushtetit, edhe s'ka kush me na i prish burimet e përfitimeve. Kështu flasin sot bota, paria politike në botë. Ma e keqe se kjo, dhe ma tragjike se kjo, se edhe popujt e thjesht, që janë argatët, shërbetorët, skleverit e këtyre pushtet mbajtësve, edhe këta kanë ardhur në situatë, o zot zgate, për një mes ka drejtësi, për një mes ka infrastrukturë, për një mes ka darje barabartë të pasurisë, për një mes nuk kemi shërbime cilësore, po s'ka gale. Po e qejmë jetën. Ata në pushtet, në shërbim tënve, po ham, po pim, edhe çdo gjë në rregull. E kjo është më e dhëmshme. I poshtruar, i nënçmuar, i diskriminuar, pa kur një farë përfitimi, benefiti, edhe dakordohesh me gjendjen. Pse? Mos me prish rahat llokun. Mos me prish atë që quhet komfort zonën, zonën e rahatisë. Ina mirë, o zot zgate, përsëri po them thojza, se kjo gjendje nuk është për të mirë. E tani çka ndodh në botë, shifne. Kur një popull i vogël, një pjesë e një populli të vogël në botë e vendos me rezistu këtë hegemoni politike që e kanë forcat e mëdha në botë, edhe muslimanët që i kanë vllazën edhe motra në fe, edhe ata thënë, çka janë të libe këta? Pse se ndalin atë luftë, e të nështrohen, e të pranojnë kushtet, e të përfundojnë lufta, se spodorohet viktimat e shumta, tragjedit e mëdhaja që ndodhin atyre. E kam fjalën për rezistencën krenare të mujahidëve në Palestinë, nga Gaza. Do thotë, për 2.2 milionëve musliman në Palestinë, një përqindje e vogël e tyre janë të mobilizuar si ushtar, ndoshta 1%, 20.000, edhe këtë bota sot shikon, themi na se hirë, shikon se çka po ndodh atje. Edhe në këtë situatë që jemi na, bota, nuk mund të kupton pse ata luftojnë. Pse këtë imi, ai punë e madhe, ai zullëmçar, natë në shtrum, imi të hangur dopi, s'ka gale. Pse s'ka drejtësi, s'ka gale. Pse s'ka barazi, s'ka gale. Pse s'ka kushte, s'ka gale. Po ham, po pim. O zot zgate, në thojza. Do thot, ata po thënë, jo. Zullumi, pa drejtësia, nuk mundet më udhuru. Sepse ma e shtrenjtë që ka njeriu nuk është me ngop barkun. O vllazën, kjo shumë është me rëndësi. Nuk është me rëndësi me ngop barkun, as me knaq epshin. Ma rëndësishme për njeriu është me adhuru Zotin e vet
dhe me jetu i lirë me dignitet. Kjo është më e madhe se paret, se buka, se teshat, se fama, se pushteti, se çdo gjë që mundesh ta kesh. Nuk ka çmim që do thot është i madh me pagujt përballë besimit tanë dhe lirisë tonë. Ama çka po ndodh? Një grumull i vogël i njerëzve aty në Gaza po e dridhin këtë botën. Se po i nxjerr shesh pislëkun e maskuar, të mbuluar me makijazh, të zbukuruar me makijazh të pushteteve të botës. Deri dje thuheshte liri, barazi, demokraci, sot po hesht bota ka shikejt atyre masakrave të një pas njëshme, që mbrenda një dite ndodhin me 10 masakra ku vrahen për një herë me 10 njerëz, sikur se e pat në javën e kaluar, e çojnë maunën, kamionin e madh me ndihmë humanitare, mlidhen njerëzit me marrë një thes mill, edhe tanku i armikut, si e shef si janë mbledh njerëzit për me marrë thesin me mill, i gjun edhe i mbyt 100 kusur njerëz. Ama edhe 1000, 30 kusur mijë është bo numri që i kanë vra, e mbi 70.000 numri që i kanë plagos, 100.000, edhe 100.000, edhe 200.000, edhe 300.000 me i dhonë, është pak për me fitu lirin. Se në këtë rast, këj grup i vogël është të luftu me një grup të madhë. Jo, po është të luftu me këtë botën. Po, bukfarisht është të luftu me këtë botën. Edhe hipokrizia me madhe është ata që japin granatat, armatim jahudive sionist, gjujnë 2-3 dhe thot tonelata me ndihma humanitare palestinezëve. Tu granata jep, tu jep mill. Këti jep me vraket, e kurse këti po jep diçka për me hangër me pi. Që kjo është ironi, është gjendja më e vështirë në cilë ka mrit njerëzimi, ama kur shef se këtë botën janë që njerëzit edhe bërtasin liri për Palestinën, edhe bërtasin shkatrimi për shtetin terrorist, atëre kupton se sakrifica atyre s'pas ka shku kot. Se doli shesh hipokrizia e shteteve në thojza demokratike, edhe doli shesh se ata gjithë janë të kapur nga sionistët, edhe në anë tjetër derse një popull liri dashës, i cili hala ka dignitet, pa marrë parasysh a është musliman apo nuk është, ata mundohen që me e shëndru këtë rezistencë në një revolucion, jo veç për Gazën e Palestinën, për revolucion këtë botën, që mi thonë shteteve zullumqare në botë, se na i na mësu me pa shtete zullumqare vetëm lindjen e mesme, nazi, e në Afrikë, po derse zullumi që qenë ka në perëndim, që ka shumë ma i madhë se zullumi që është në Afrikë, apo në lindjen e mesme, apo në shtetet aziatike. Sepse qartë rreshtohen në përmes vetos në Këshillin e Sigurisë, në përmes përkrahjeve ushtarake që japin shtetit sionist, shive qartë se dhe thot zullumi i tyre dhe animi ka masakrat, gjenocidi dhe shkatrimi i atyre njerëzve dhe aty vendit, por tani edhe njëherë në botë e qartë ajo që Allah në Kur'an në ka thonë, kem min fjetin kaliletin galebet fjetin këthiretin bidhnillah, sa grupet vogla kanë triumfuar mbi grupet e mëdhaja me lejen Allahu dhul xhelal. Ky ajet është thonë për një betejë që ka ndodhur në Palestinë, mes Davudit a.s. si mbret i muslimanëve dhe Goliatit, mbret i jo besimtarëve. E njëjta po ndodh apet aty në Palestinë, mes pakicës muslimane që luftojnë, sepse jeta pa dignitet nuk ka kuptim, o vllazni. Jeta pa liri nuk ka kuptim. Se jemi na kafsh, që veç me hangër dhe me pije dhe me ushfry epshin tonë, edhe pastaj le ndodh çka ndodh me neve. Nuk jemi na kafsh, ne jemi njerëz. E ma e shtrenjtë të njeriu është besimi në Allah, pastaj është liria e tij. Edhe duhet me pas këtë mësim parasysh. Edhe atë pejgamber të Allahut na ka dhënë shembull më të madh. E kanë sakrifikuar jetën e vet,
janë ballavaçuar me rrezikun dhe kërcënimet e shumta, se kanë pas gale. Kanë thonë urdhani. Une e kam detyrë dhe obligim me përcjell mesazhin e Zotit. E ju bëni çka të mundi me bë kundra meje. Sepse realisht ju s'mundeni me bë asgjë veç asaj që e lejon Allahu Xhelal. Shifni tash në ajetin 63 çka thot Allahu Xhelal në këtë bisedë mes Salihut alayhis salam dhe popullit të tij Themud. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah in asaytuhu fama tazidunani ghayra takhsir. O populli, ju pasi që e shefni se oferta jeme, thirrja jeme është e ndërtuar mbi argumente qarta nga Zoti jam. Një, argumente qarta nga Zoti jam. Mbajnë mend, kjo është si një pjesë që duhet me kuptu. 2, rahmeten, edhe është mëshirë prej ti. 2, do të feja islame, feja e pejgamberëve Zotit, që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka 2 kuptime shumë të mëdha. E para është e ndërtuar mbi argumente të qarta. Megjithse ateistët, edhe politeistët, edhe të gjithë llojet e jo besimtarëve janë munduar ta demantojnë teorinë monoteiste të Islamit si fe për gjithë pejgamberëve, ata kanë dështu. Edhe sot ka orvatje të re për me folë kundër fesë, kundër Islamit. Gazetar, opinionist, analist, do thot politikan, ekonomist, njerëzit thjesht folin kundër fesë, kundër Islamit. Ama ata se ne zbrapsin Islamin, se ne mposhtin Islamin. Emisione dokumentare, emisione politike, emisione kulturore në për TV vazhdimisht mundohen me luftu Islamin, me paraqit si dukuri negative Islamin. Luft e përditshme sabat drek në akşam, sabat drek akşam vazhdimisht, po së ne mposhtin Islamin. Se është fe e ndërtuar mbi argumente qarta. Nëse një shqiptar i kujtohet ati nga ignoranca dhe zhytja në epshet e tia me praktis Islamin, pasi që ai se ka praktiku kur njëtën e vetë Islamin, që kur i ka bo 15 vjet, e deri se i ka bo 50 vjet, apo 70 vjet, kur as është fal, as ka shku në xhami, as nuk din në rregullat e Islamit, e thot unë po e loj Islamin. Ti realisht ti lon Islamin se ti kur se ka musliman. Nëse ai malok, fjala malok nuk është qëllimi i përbuzjes së njerëzve në bazë racore gjinore, po thjesht i thuhet malok njeri i pakvend, ignorant, analfabet. Nëse një malok shqiptar e lën Islamin, me dhjetra dhe qindra dhe mia intelektual në botë e pranojnë Islamin. Pse Islami është fe që i drejtohet logjikës së shëndosh. Edhe ai që ka logjikë të shëndosh edhe kërkon fakte dhe argumente, gjen sa dush në Islam. Andë kjo është pjesë me rëndësi. Ala bayyinatin min rabbi. Do thotë, e kam një fe që më ka dhënë Zoti me argumente të qarta. E para dhe dyta, kuptimi i dytë që është shumë i rëndësishëm me kuptu, minhu rahmeten, është mëshirë për Zotit. Islami është mëshirë për njerëzimin. Andë jo rasisht Allahu i madhreshëm i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty o Muhammed kemi dërguar si mëshirë për njerëzimin. Kurani dhe Suneti janë mëshirë për njerëzimin. Jeta e njerëzve pa Islam është jetë e dhunshme, jetë e tmerrshme, jetë e vuajtjes, jetë e ngarkesave psikike, po edhe fizike. Andaj jeta pa Islam është jeta e njeriut i cili e kalon kohën ose në alkohol, ose në drog, ose në komar, ose në gjëra tjera imorale dhe pavlefshme. Edhe fundi i tij, ja vetë vrasje, ja në burg, ja spital për smurt menderisht.
S'ka tjetër zgjidhje. Kurse ummeti islam, muslimanët e vërtet, pa marrë parasysh mungesën e zhvillimit politik në shtetet e tyre, pa marrë parasysh mungesën e zhvillimit ekonomik në shtetet e tyre, pa marrë parasysh mungesën e zhvillimit urbanistik, ata përsëri janë të gëzuar, janë të kënaqur, janë të lumtur, edhe e ruajnë nderin e vet, e ruajnë moralin e vet, e ruajnë familjen e vet. Edhe janë populli më i lumtur në botë, edhe populli me më pak dukuri negative në botë, për gjithë popujve. Andaj rahmet. Për me, neve kemi zullum të madh prej politikës në botën islame, kemi mungesë zhvillimit ekonomik sepse nuk dohen në mënyrë të barabartë pasuritë që ka dhënë Zoti, mungon shkollimi kualitativ për shkak pushtetarëve të korruptuar. Mirë, për përsëri ata njerëz janë më të gëzuarit edhe më të lumturit në botë, krahasim me popujt tjerë. Sepse ai ka zhvillim ekonomik, ka infrastrukturë, ka drejtësi, do thotë deri diku në shtetet e tyre, por përsëri është i palumtur, nuk është i gëzuar. Pse? Se i mungon rahmeti i Zotit, ajo është udhëzimi dhe feja e tij. Andaj, janë dy epitete që Salihu alayhis salam ja dha shpalljes që Allah e kishte dhënë, ja dha fesë, të cilën Allahu e kishte urdhëruar Salihun ta përhapte popullit vet. E tani Salihu i thot popullit vet: "O populli, nëse une këtë fe që e promovoj e kam ndërtuar mbi argumentet e qarta, e para, e dyta, kjo fe me argumentet e veta është mëshirë për njerëzimin, e ju po më kundërshtoni, edhe po kërkoni prej meje që unë me e praktis, me lanë, mos me ju thirr ju në te. Do të nëse une e lanë, men jenë nësuruni min Allahi në asejtu, atër kush ka me mdimu mu karshi Zotit, nëse une rebelohem karshi ti. Hajde. Ta supozojmë se presjoni ju është i madh edhe une po e lanë. E kush më shpëton për Zotit mu? E që kjo vllazni është një përgjigje shumë provokative për mu si hoq, për edhe për ti si besimtar. Nëse na e lom islamin, kush na shpëton nga dënimi i Zotit? Nëse na e lom davetin, kush na shpëton nga dënimi i Zotit? A kupton? Mos gabo me të shku menja ti me lon frontin, me lon pikën tone, me lon angazhimin, me lon detyrën tone që ki në promovimin e islamit. Se nëse e lën une si hoxh, nëse e lën ti si davexhi, nëse e lën ti si xhamat, nëse e lën ti si intelektual musliman, ti si ekonomist musliman, ti si biznesmen musliman, ti si akademik musliman, ti si gazetar musliman, ti, kse cili me detyrat e veta, kush ka me na mbrojt nga dënimi i Allahut? E tani, edhe njëherë po e potencoj atë që kam thonë disa herë në këto mësimet e ditës së hanë. Ekzistimi i besimtarve musliman në botë dhe përpjekja e tyre për ta përhap islamin është prej garancave më të mëdha për këtë njerëzimin se Allahu nuk e shkatron jetën këtë tokë. Tania e besimtarve është garanca më e madhe që e mbron njerëzimin nga shkatrimi, nga kiameti. Se përderisa ka besimtar të devotshëm dhe të sinqert, dhe që përpiqen të përhapin dritën e islamit me gjithë peripecit, vështirësi që i kanë, dhe trysni që ndodhin atyre, atëre këta e mbrojnë krejt njerëzimin nga shkatrimi që mundet mi ardhë nga Zoti me kiamet. Që do të thotë? Ne 2.2 miliard musliman në botë. Jemi shkaku kryesor që shpëton këtë bota me 8 miliard njerëz. Në momentin që këta 2.2 miliard njerëz musliman bëhen 0.0 edhe bëhen 8 miliard jo musliman, atëherë ndodh kiameti. Atëherë njerëzit kanë me shiju trishtimin më të madh që ka ndodhur në gjithësi. Ai është kiamet. Inna zalzalat as-saati la shay'un adhim, thot Allahu Kur'an, me të vërtet dridhja e kiametit është gjëja më e trishtueshme, më e madhe e trishtueshme që ka ndodhur në historitë e njerëzimit. Ai kur ka më ndodhur, atëherë si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
La taqumu sa hatta yuqalu fil ardi la ilaha illa Allah. Nuk ndodh kiameti derisa mbi tokë ka kush thot la ilaha illa Allah. Do të përdesa ka besimtar, ndodh kiameti. Në momentin që zhduken besimtarët, atëherë pritet kiametin. Që Salihu a.s. u afat këtyre. Hajde unë e lash këtë amanet mazdore, edhe nuk po thirrim besim. Edhe këtë besimtarët braktisin besimin e tyre. E bon këtë idhujtar si ju. Kush ta mbron nga ndëshkimi Allahut pastaj? Që realisht kjo është një prej argumenteve më të fuqishme që përdor Salihu a.s. dhe që duhet me përdor edhe na sot për t'ja tërheqë vërejtjen njerëzimit nga lufta që bëjnë Islamit dhe muslimanëve. Ej, o njerëz, këta musliman me gjithë se ju i urreni, edhe ju i luftoni, edhe ju i sabotoni, edhe ju i kundërshtoni, janë shkaku që kjo botë zhvillohet edhe ecë përpara, për ndryshe do të shkatrohej edhe askush mos kishte me vazhdu jetën mbi këtë tokë. Andaj ishte një prej argumenteve logjike që përdori Salihu a.s. përballë popullit vet, kur i tha femen yansuruni min Allah in asaitu, a ka kush më ndihmon përballë Allahut nëse unë rebelohem karshi tij. Edhe kjo është e vërtetë vëllazëni, secili njeri që rebelohet karshi Allahut Dhu Xhelal nuk ka mundësi me shpëtu nga ndëshkimi i tij. E tash dikush ka mundësi me thonë, muslimanët Palestinë që bëhen zullum nga sionistët, pse ndodh kjo punë? Edhe këtë kemi sqaruar na vazhdimisht. Sepse kjo nuk është ndëshkim nga Allahu për atë popull, por është qerje e maskës nga këtë bota. Edhe për zgjedhje për ata burra edhe gra që t'i jep gradat më të mëdha që mundet me i pas një njeri jashtë pejgamberëve Zot, ajo është shehid luku. Dhe normalisht për me tregu modelin e fitores, dhe triumfit, ajo është sakrifisa. Sepse njeriu nuk duhet tjetë viktim, sklav i ushqimit, pijes dhe epshit të tij, por duhet ta triumfon këtë nevojë fiziologjike të tij dhe të kupton se njeriu bëhet njeri atëherë kur ka besim në Allahun e Madhëshëm dhe është i gatshëm me dhënë çdo gjë për triumf të besimit të tij dhe asaj që ne sot botë e quajmë liri. A liria e vërtet është vetëm liria në adhurimin e Allahut një, dhe çlirimi nga adhurimi i epsheve tona apo sllëvërisë në krijesave që i ka kriju Allahu Dhu Xhelal. Pas e thot fema tazidunani ghayra takhsir, e ju besimtar në këtë proces të këtij ballafaqimit, nëse unë e ndali thirrjen time në fenë Allahu Dhu Xhelal, jo që nuk mund të më ndihmoni, por ju veç keni me mashtu humbjen. Edhe kjo është një fakt i vërtet se kalkulimet që i bëjnë muslimanët shpeshherë të gabuara, duke menduar se do gjejnë ndihmë dhe përkraje prej muslimanëve në procesin e kapjes për fenë ose lëshimin e fesë, janë kalkulimet gabume, se për tyre veç kanë me hub, asgjë nuk kanë me fitu. Andaj Salihu a.s. e bëri me dije atyre, po edhe neve sot që lexojmë këto ajete kuranore, do të pas mia viteve, se nëse unë e braktis amanetin e fesë, e meritoj dënimin e Allahut. E kur më ndenon Allahu, s'ka kush më ndihmon prej krijesave tjera. E para dhe e dyta, se braktisja e fesë është humbje e sigurt. Është humbje e sigurt. S'ka fitim me braktisjen e Islamit. Sot për shembull të na shqiptarët e njihmë në her pas here orvatje, tentativa që me bo fushat për ta braktisë Islamin. Pse dikush mendon se i mashtruar, se me braktisjen e Islamit do bëhet shtet më i zhvilluar. Do bëhet shtet që do pranohet në institucionet botnore të fuqishme. Realisht kjo është e vërtetë. Se do bëhen shtete politikisht të suksesshme, kjo nuk është e vërtetë. Se do bëhen shtete ekonomikisht të suksesshme, kjo nuk është e vërtetë.
Se të bëhen shtete ushtarakisht e fuqishme, kjo nuk është e vërtet. Se praktikë e Islamit, popullin shqiptar nuk e bën as më të përgatitur për të qenë pjesë e Unionit Evropian, as nuk e bën më të zhvilluar në ndërtimin e institucioneve shtetënore të çliruara nga korrupsioni, as nuk e bën më të fuqishëm ekonomikisht, duke pas parasysh korrupsionin e politik bërësve në shtetet tona, as nuk e bën më të fuqishëm ushtarakisht sepse janë të kufizuar për standardeve të ndryshme që mos me ilon me qenë shtete shumë të fuqishme për me dal nga zgjedha e kontrollit, e as që i bën më të fuqishëm demografikisht, sepse as kush dhe as gjë si Islami se ka mbrojt familjen dhe se ka shtu popullin ton. Çka fiton ti nëse re Islami? Politikisht nuk fiton, ushtarakisht nuk fiton, ekonomikisht nuk fiton, geopolitikisht nuk fiton, demografikisht nuk fiton. Atë pse me lon Islami? Po na damkosin si ekstremista, fundamentalista, e Islami është fe e sulmuar në botë, edhe andaj nëse të zhviqemi nga Islami, atër do të nalen sulmen dhe neve, edhe ndoshta do shikojmë me sy tjetër. As pak s'është e vërtet. Sot bota nuk e shikon të dobtin me asnjë sy tjetër përveç se me syrin e nënshtrimit dhe pushtimit. Bota sot i njeh vetë shtetet e forta. Edhe me ato e bën matematikën. Shembull e kemi na invazionin rus në Ukrainë. Zhurma bëhet që 2 vjet, ama ala Ukraina është e okupume, një pjesë e madhe e Ukrainës është okupume nga forcat ruse. Edhe do thot ankesa më e madhe e Ukrainës çka është se s'po na jep një armatim sa na duhet. Se s'po na jep një përkrahje sa na duhet. Pse se kanë përballë një arrush siberiane, edhe normalisht matematikat aty, edhe shembullin e dytë e Kikinën. Megjithse shpeshherë në media acarohet vokabulari që përdoret mes perëndimit edhe Kinës, ama aty mbetet, nuk mundet më shndruar në diçka konkrete. Pse? Se forca sot është ajo që flet. Andaj këtë kjo filozofi që mundohen me plasu këta njerëz që thënë ta praktisim Islamin që të jemi më të favorizuar, më të përkthjelur në perëndim, është hiç s'është e vërtet, përkundazi është një gënjeshtër shumë e madhe që do të nuk ja shef hajrin popullit shqiptar as pak atyre. Dhe t'i kthehemi edhe një herë se kush e lën Islamin sigurisht që ka me humb. Njëri qoftë apo popull qoftë. Të gjithë ata musliman që kanë ardhur prej familjeve muslimane dhe për shkak të zhvillimeve kulturore, ideologjike dhe politike të na në Ballkan kanë lehtit me Islamit. Në kohën e komunizmit e kanë përvetësuar ideologjinë marksist-leniniste. Në etapën e demokratizimit të shteteve ballkanase e kanë përkrahur ideologjinë e demokracisë. Dhe në momentin që ata kanë marrë pushtet, kanë fituar edhe benefite ekonomike dhe dal nga dal janë larguar krejtësisht për Islamit, nuk kanë ata asgjë që mund të kontribuojnë në të mirën e kombit, po as të familjes së ngushtë të vet. Përveç një grumbulli të madh të parave që i grumbullojnë, mashëm se kjo s'kan, pse edhe familjen e vet nuk e kanë mund të rrezi. As nuk e kanë mund kontrol, e mos flasim për diçka më shumë. Se vetëm Islami është ajo që e mbron njeriu nga veset e veta, e vendos njeriu në shërbim të familjes së vet, e mbron atë dhe e zhvillon familjen e vet, dhe pastaj e vendos në shërbim të popullit vet, kombit vet, shoqërisë ku ai jeton. Pa Islam s'ka kësi lloj virtytesh. Lufton, sakrifikon 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, vjen dita me vjerë sakrificën e vet, haron krejt atë sakrificë të 40 vjeçare, pse e ka bën? Edhe në momentin që vjen pushtet, e ndron diskursin e jetës së tij nga një luftar i lirisë në një keq përdorës i pushtetit.
Këto janë gjëra që na I shohim sot vazhdimisht. A veç muslimani I vërtet është ai I cili mundohet me kontribu në shërbim të zhvillimit të shteteve tona, të shoqërive tona, madje se janë xahile, janë ignorante, janë luftarake kundër fesë, përsëri vetmi që e kanë për një me të kontribuojnë për të zhvilluar këto shtete janë veç muslimanët, që kanë frikë Zotin dhe kanë optimizëm dhe e kanë detyrë dhe obligim me dhënë kontributin sa të munden, sa të janë gjallë në përmirësimin e gjendjes së këtyre shteteve edhe këtyre shoqërive tona që ne jetojmë na. Andaj pa Islam ka humbje. Andaj tha Allahu inna dina inda Allahi l-Islam, me të vërtet feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami, dhe se kushdo që kërkon diçka përveç Islamit si fe, ai është I humbur. Është I humbur. S'ka shpëtim pa Islam. Andaj na e shpëtojmë rastin me e thirr gjithë popullin tonë shqiptar, që t'i kthehet Islamit, ta mëson Islamin, ta lexon mbi Islamin dhe ta pranon Islamin. E të jeton me Islam. Këtë të dukuri negative që janë duke ndodh, nëse nuk zhduken me njëherë, dal nga dal dhe zhduken. Do të eliminohen. Se bota pa Islam është bota ku krimi lulëzon, ku vrasja zëvend. Kurse aty ku ka Islam, si bindje, si besim, si praktik, aty më njëherë zvoglohen të gjitha këto statistikat e krimit, statistikat e vrasjeve, statistikat e drogës, statistikat e vuajtjes, statistikat e stresit, statistikat e vetvrasjeve, zvoglohen. Në botën islame, në botën muslimane, ku Islami është praktik e gjallë në jetën e njerëzve, statistikat e këtyre dukurive negative këtë janë ulta. Në shtetet perëndimore, këto statistika janë të larta. Edhe to normalisht nuk I them na, se s'kemi abona I kanë bota vetë. Edhe na aty I lexojmë, edhe për tyre I mësojmë. Pra është detyra jeme si hoxha, detyra jote si thirrës, detyra jonë si bashkësi muslimane, si komunitet musliman brenda popullit ton, me thirr popullin ton në Islam. Për me mbrojt për kësaj ofertës gjallëzore që ofrohet me shkatru individin po se po, tani me shkatru edhe familjen. E se shkatruat individi, shkatruat edhe familja, çka ka mbet mo? Çka ka mbet? Kot janë emisionet që flasin për dukurit destruktive, degeneruese në për emisionet të ndryshme, në për programe televizive të ndryshme, në për kanalet të televizive të ndryshme, kot janë emisionet? S'kan më efekt. Sa ajo është thjesht për me azgjat jetën degenerimit, për të hudhë që themi na hinë sy, me mashtru opinionin se kënë se na kemi gale edhe, po mundohemi me ofru zgjidhje. A realisht, I njëjti ka në arqivon emision kundur programeve degeneruese, vazhdojnë në atë program degenerus. Arsenal e kneve në emision kundur programeve degeneruese. S'ka logjik kjo vonë. Edhe pra çka do thot veç Islami është ajo që në mënyrë të direkte dhe konkrete e lufton degenerimin dhe vetëm se me Islam ka mundësi njeriu me shpëtu dhe me jetu I gëzuar dhe I kënaqur. Andaj Salihu alayhis salam ja dha në këtë bisedë ja dha këtë udhëzim popullit vet, I tha e para feja ime është e ndërtuar mbi argumente të qarta, e dyta feja ime është fe e cila përhap mëshirë tek njerëzimi, e treta në supozojmë hipotetikisht se unë e lash fejën time, e lash Islamin, kush më ndihmon karshi Zotit? Ti, ju, forca juaj. S'mundeni ju me vete, njëri me tjetrin, e po mundeni me Zotin. Shifni tash. Këtë bota është me shtetin sionist, s'po munden me një popull, domethënë zhveshun, zbathun, të pa ushqim me luftu, edhe me fitu. Ata masakra po bëjnë, ama s'po fitojnë. E jo më kanë me luftu karshi Zotit. Asnjëra. Edhe e katërta që është porosi e rëndësishme, sepse pa Islam, pa udhëzim, pa shpallje Zotit, njerëzimi është në humbje. E tash, pra atë unë e them vazhdimisht, bota është mes dy taborave.
besimtarët e vërtet që udhhiqen nga udhëzimi i Zotit, shpallja e tij, dhe jo besimtarët që udhhiqen nga kush? Nga shejtani i mallkum dhe cytet e tija. Edhe ai mundohet me boçmos për me prish njerëzit, me shkatrua ata dhe normalisht me pengue për hapjen e dritës së Islamit, dritës së besimit. Pra ky është ajeti 63, ballafaqim i Salihut me popullin e tij. E pas kësaj faze, atëherë detyrohet Salihu alayhis salam me pru një argument bindës. Argumenti që kishte si mrekulli Salihu alayhis salam ishte deveja për këtë ajet dhe shërimin lidhje me këtë ajet, inshallah taala e vazhdojmë në dersin e ardhshëm, për ajetin 64 të surës Hud, do e shërim në dersin e ardhshëm inshallah taala.